mbrojtësve, avokatëve britanik apo atyre amerikan, do t'jetë nëse do arrin të bindin Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njerëzit për rëndësinë që lidhet me liritë themelore të kryetarit bashkisë, procesin e zgjedhjeve të ardhshme, apo me çështje që lidhen me demokracinë, duke pasur se ka një vendim të gjykatës kushtetuese ku është shprehur edhe për paligjshmërinë dhe antikushtetueshmërinë e shkarkimit të tij nga detyra, dhe këtu mundet që të ketë një analizë fort juridike për të argumentuar ndryshimin e masës sigurimit, duke pasur se ka dhe precedent të tjerë tashmë, ku Gjykata Evropiane e Drejtave të Njerëzit konsideron që masat të shtrënguese, ato të arrestit me burg, shpesh herë janë të paargumentuara dhe të pabazuara, duke i konsideruar disi represive dhe jo proporcionale. Dhe këtë kontekst mendoj që mund të ketë shumë hapësirë që Erion Velia në Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njerëzit ta fitojë të drejtën e tij për zëvendësimin e masës së sigurimit. Çështja është dhe njëherë që aq sa ka rëndësi zëvendësimi i masës së sigurimit, aq ka rëndësi koha se kur Gjykata Evropiane do të shprehë. Mund shpreh, cila do ishte koha më e afërt në këndvështrimin tuaj? Unë mendoj që nëse Velia i drejtohet në shtator gjykatës, po. Sipas avokatëve të zotit Veliaj, në mesin e shtatorit do t'i drejtohen gjykatës, duke pasur parasysh le të themi rasti rekord i shqyrtimit të Gjykatës Evropiane Drejtave të Njerëzit do të ishte 6 muaj, edhe 2 muaj për të shprehur për vendimin 8. Do të thotë diku nga muaji mars do ishte versioni më i mirë i mundshëm dhe procedura më e shpejtuar. Okej. Kthubi? Cilat janë gjasat që besoj që zoti Spaju e bëri shtërues krimin raport me. Po. Unë kam vetëm një pyetje. Po. Më lind natyrshëm kjo pyetje. Për Kreshnikun apo pyetje? Kam shumë pyetje për publikun, se zoti Velia ka arrit të angazhojë 2 trupa avokatësh. Po. Një nga Shtetet Bashkuara dhe një nga Britania e Madhe. Nuk po e llogaris zotin Ndresa. Po flas për këto të jashtme. Dhe jam kurioz të shikoj deklaratën e tij të pasurisë për vitin kalendarik, sepse më thon minimalisht. Se bëhet deklarata edhe pse jeni para burgim, je detyruar. Deklarata bëhet. Për sa kohë je vazhdon të jetë kryetar i bashkisë. Është akoma kryetar bashkie. Kështu deklaratën e të ardhurave do ta bëj. Në ILDKPI. Dhe jam kurioz të shikoj ore sa shpenzon për këtë avokatën. Dhe për të sa shpenzon dhe ku i gjen parat tani. Fal një sekond. Nuk besoj që rrogën e kalojnë, kështu që rrogë nuk merr. Parat për të paguar avokatë që janë thelbësisht shumë më shtrenjtë. Si rroga kalon, pse nuk kalon? Rroga kalon kur ti punon, kur ti nuk punon si merr rrogë. Po ai është ushtron funksion. Rrogën do ta marrë. Nuk nëse nuk ka frekuencë, nuk ka rrogë. Rroga para zotit. Po pse konsiderohet kryetar bashkie atë? Kryetar bashkie është kush paguhet për postin e kryetarit bashkisë? Por ama nuk shkon ai me vendim gjykatës. Por pag nuk mund të marri, sepse paga nuk kupton ushtrimi de facto i funksionit. Dhe nuk merr pag, që ti jemi. Pag nuk merr. Kështu që pag nuk merr, para shpenzon, jam kurioz më thënë sa kushtojnë të 2 trupa avokatësh, në të jeni të bindur që avokatët jashtë Shqipërisë nuk punojnë si avokatët e Shqipërisë që punojnë në tarifa fikse. Ka dhe një abuzim në këtë pjesën që SPAK-u nuk lejon mbrojtësit që takojnë Velia. Mbrojtësit shqiptarë që mund të jenë maksimumi 2, mund të shkojnë të takojnë sa herë të duan. Po pse të huajt nuk lejohen? Po sepse ato nuk kanë në status, po themi që të punojnë në Shqipëri. Okej, po sot pse u lejuan atër sot? Kanë bërë kërkesë, kanë bërë kërkesë, ndoshta të veçantë. Karanja, pastaj do të jap meçet, po meqense jemi tek